Ndryshimi historik për shqiptarët që udhëtojnë në Europë. Vulat në pasaport zhduken nga kjo datë. Policia e Shqipërisë njoftoi se, deri në 12 tetor të vitit 2025, hyn në fuqi Entry and Exit System ose EES në Bashkimin Evropian, një sistem digjital që do të zvendësojë vulat në pasaporta dhe në shtetasit jo të BE-s dhe do të regjistrojë automatikisht hyrje dhe daljet në zonën Schengen. Ky ndryshim do të prekë gjithashtu edhe shqiptarët dhe udhëtarët nga vendet fqinje si Kosova, Maqedonia e të tjera. Sipas njoftimit zyrtar, të dhënat e regjistruara do të përfshinë datën, orën, pikën kufitare, si dhe gjurmët e gishtërinjve dhe fotografi biometrike të udhëtarëve. Të vegjëlit në 12 vjeç do të kenë vetëm fotografi, ndërsa ata mbi 12 vjeç do të trajtohen si të rritur. Sistemi do të aplikohet gradualisht deri në datën 10 prill 2026, me qëllim që vulat manuale në pasaporta të mos përdoren më. Për udhëtarët që respektojnë rregullat, të dhënat ruhen deri në 3 vite, ndërsa për ata që tejkalojnë në kohën e qëndrimit deri në 5 vite. Udhëtarët shqiptar nuk duhet të aplikojnë paraprakisht për sistemin. Regjistrimi biometrik do të bëhet në kufi gjatë hyrjes për herë të parë pas datës së nisjes. Autoritetet paralajmërojnë se, në periudhat e tranzicionit disa pika kufitare mund të shkaktojnë vonesa. Është e rëndësishme që pasaporta të jetë biometrike, pra me çip, pasi pa të mund të ketë kontrolle manuale ose vonesa. EES shënon një pikë kthese për kontrollin kufitar drejt Europës, duke ofruar regjistrime të mira digjitale dhe duke siguruar edhe një siguri më të madhe, po kërkon edhe gjithashtu përshtatje në fillim.